Jemi rikthyer sërish në studio të nderuar shikues. Tani kohati që të vazhdojmë me bisedën e dytë, do të vazhdojmë të jemi tek asistenca sociale, tek skemat të cilat janë për komuna të ndryshme, por jemi fokusuar në komunën e Mitrovicës. Ka disa ndryshime që janë raportuar në 3 muajt e fundit prej kur tashmë jemi me qeverisjen e re atje dhe për to do të flasim edhe në vazhdim të programit tonë. Jam në studio me drejtorin në drejtorinë e mirëqenies sociale në komunë me Ramadan Beshirin. Përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne. Përshëndetje, kënaqësi, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ti që na u bashkangjite. Kemi publikuar një raport i cili flet për punën në këto 3 muaj për kur ju jeni në krye të kësaj drejtorie. Do të që të nisim bisedën pikërisht me disën tënde të para, ty si e gjete komunën, si e gjete drejtorinë, duke qenë se po flasim për një komunë goxha të cënueshme, le të themi, edhe në këtë aspektin ekonomik. Faleminderit shumë, normalisht unë vi nga fusha e sociologjisë, edhe kam qenë profesor i sociologjisë para se të jem drejtor i mirëqenies sociale, vetë se kam qenë më shirum me numrin e përfituesve të skemave sociale, me gjendjen sociale në Mitrovicë dhe me të shkuar aty dita e parë e punës ishte me kolega apo njoftimi me stafin që shërbejnë aty civil në komunë, me të cilët normalisht ardhja ime si një drejtor i ri i një subjekti politik që tashmë e ka fituar, domethënë udhëheqjen e komunës, ndoshta nga shërbysit aty civil nuk ka qenë pritja më e mirë e mundshme, mirë po i kemi befasuar me të mirë sepse normalisht qëllimi im është që të punojmë pa dallime dhe secili ta ketë rolin e vet në punën të cilën delegohet në drejtorinë e mirëqenies sociale. Drejtoria e mirëqenies sociale në Mitrovicë është ndame, i ka disa dikastere, i ka sektorin domethënë për strehim dhe çështje sociale, e kemi sektori i cili merret me thirrët DIVIX që merret me dëshmor, me invalid, me viktimat civile dhe me personat me aftësi të kufizuar siç janë hendikosi, shoqatat të shurdhëve, shoqatat e të verbërve kështu me radhë, po ashtu është nën kompetencën e drejtorisë edhe qendra për punë sociale, e cila normalisht e ka një rol shumë krucial në shoqëri, sidomos te përfitues të skemave sociale, po edhe te aspektet tjera sociale që lidhen kryekput domethënë me aspekte siç janë divorcet, siç janë adaptimet e fëmijëve, siç janë heqja dorë nga kujdesi ndaj fëmijëve kështu me radhë. Do thotë goxha e gjerë. Fusha e veprimit të drejtorisë së juaj. Po përmendem më herët që ju keni qenë njoftuar pak a shumë me situatën. Edhe e di edhe vetë personalisht se si ju në baza vullnetare jo rrallëherë, por mjaft shpesh duhet thënë, jeni bërë bashkë me qytetarë të tjerë dhe keni dalë ndihmë aty ku ka pas nevojë. Në thirrje të ndryshme për solidaritet keni qenë gjithmonë aty. Sa ka lehtësuar le them kjo punën e juaj tashmë me drejtori ku ju tashmë i keni mundësi me bë më shumë për komunën? E vërtet, normalisht gjatë një periudhë të caktuar kohore apo prej që e mboj mend veten, ne është shumë mirë që njihemi edhe më herët sepse edhe ti vjen nga qyteti i Mitrovicës, edhe e keni pasqyrë të punës të cilën e kemi bërë, pa modesti, sbashku me lagjen time, sbashku me qytetin e Mitrovicës që është një qytet shumë bujar dhe fisnik, me njerëz të cilët ndjejnë dhimbje për dhimbjen e tjetrit në periudha të caktuara kohore, sa herë që kemi dëgjuar për një rast caktuar, i cili ka brenga të kushteve sociale apo ka një problem që s'po mund ta zgjidh në aspekt të shumave të larta financiare për shërim jashtë vendi apo për shërim të ndonjë operimi apo ndonjë pronë që ka mbetur ndonjë e moshuar pas tre, na kena reaguar në mënyrën më të shpejtë mundshme, jo sepse kemi pasur shumë mirë, po e kemi ditur si është edhe mos me pas. Domethënë jetojmë në një qytet ku ndoshta dallimet mes neve edhe një kategorive tjetër janë shumë të vogël, edhe ne kemi qenë në kategori të tyre edhe bashkë ndjejmë domethënë situatën në të cilën janë. Kjo më ka ndihmuar shumë në drejtorinë e mirëqenies sociale sepse tashmë unë vetë se e kisha një fokus apo e kisha një vizion se çfarë më pret dhe normalisht duke u inkorporuar në institucion tashmë kam mundësi që ato projekte të cilat i kam menduar edhe si vullnetar, po edhe si kryetar i lagjes më të madhe, po edhe si profesor muna mi apliku tashmë në institucionin më të lartë
si që është komuna e në dikasterin e mirëqenies sociale, e cila normalisht si profesionist më flanë më shumëti, dhe normalisht tashmë vetë se kemi vepruar dhe jemi në vulgun e punës dhe në hartimin e agjendës sociale për qytetin e Mitrovicës. Problemet i dim, brengat e qytetarëve i dim, tashmë nuk kemi shkop magjik, mirë po janë disa hapa, nashta minimal, mirë po domethënës drejt një 4 vjeçari shumë të suksesshëm i cili na pret në sektorin e mirëqenies sociale dhe jo vetëm. Dhe duke se motivues se duhet jetë puna që ju keni pas mundësi me bo në këto 3 muaj, të cilat ju i keni pasqyru përmes një raporti 3 mujor, doja që të flisnim pikërisht për këto ku kanë qenë intervenimet e menjëhershme të tua si drejtar me marrjen e detyrës. Faleminderit shumë. Normalisht një atribut duhet normalisht që i madhë delegatë dhe kryetarit Komunës Mitrovicës zotri Faton Peci, i cili në soza javore, në soza mujore kërkon raporte edhe kërkon punë, është shumë kërkues sa i përket punës, nuk është e lehtë punohet me kryetarin Faton Peci në aspektin se kërkon punë, kërkon projekte dhe kërkon nevoja e imediate të cilat ne i kemi si drejtori e ai do të mund të na zgjidhte me anë të delegimit edhe të buxhetit. Shiko, unë Mitrovicën e kam gjetur me një numër goxha të lartë të përfituesve të skemave sociale, dikon 1532 familje, ishin në dhjetor të vitit 2025, cilat përfitonin përmes skemave sociale të cilat i kemi të aplikueshme sipas legjislacionit në Republikën e Kosovës, dhe normalisht takimi im i parë apo vizita ime e parë zyrtare ishte në qendrën për punë sociale, ku është një grup i zyrtarëve që do të kryejnë një punë kolosale aty, dhe në takimet e mia të para ju kam deleguar detyrën që të shikojmë se në këtë shifër të familje që do të përfitojnë nga skema sociale, sa nga këto familje mundën të mos jenë realisht, domethënë në gjendje urgjente, apo e keq përdorin domethënë përfitimin e skemave sociale. Dhe me të deleguar detyrën ka filluar normalisht kontrollimi edhe në bashkëpunim me SAS-in që është prej domethënë Ministrisë së Re tash, Ministrisë së Familjes, Mirëqenies dhe Vlerave të Luftës Çlirimtare, edhe është arritur që për brenda domethënë 3 mujorëve 2.94% të binë skemat sociale apo në shifër të familjeve, 45 familje. Për mirësim të jetës, po flasim për largim nga skemat atyre të theme kanë abuzues të skemat sociale dhe jo vetëm, ka edhe njerëz që vullnetarisht janë tërhequr nga skemat sociale, si rezultat sepse kanë arritur një vend pune dhe kanë dashur që tashmë të jenë vetë produktiv dhe jo të përfitojnë nga kjo skemë sociale, ndërsa ndërhyrjet e tona kështu direkte normalisht se kanë qenë gjatë periudhës së agjendës sociale që ne kemi pasur, ku mbi 126.000 euro i kemi dhuruar për qytetarët që zakonisht kanë qenë pjesë e skemave sociale, duke përfshi pakot ushqimore, duke përfshi subvencionimin e qiras për familjet që s'mundën se kanë siguruar ende banimin, po ashtu kemi subvencionuar energjinë elektrike për ne veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili nuk ka mundur t'ja del asesi dhe ka pasur në shumë të madhe të borxhit. Jemi munduar që t'i përkrahum edhe përmes donatorëve, domethënë së bashku, sepse normalisht penalizohen përmes një buxheti që është bukur i vogël për komunën e Mitrovicës, kështu që na si drejtori kemi dalë, kemi nënshkruar memorandume, kemi gjetur donator dhe kemi qenë për mbi 1500 familje i kemi prekur për gjatë kësaj periudhe 3 mujore me anë të ndihmave sociale, përfshirë pakot ushqimore, pakot higjienike, subvencionimin e qirase kështu me radhë. U përmend shumë 126.000 euro, të cilat janë ndarë si ndihmë për këto familje. Si është bërë vlerësimi që këto familje vërtet ka nevojë për këtë ndihmë? Cilat janë kriteret e komunës në këtë aspekt? Po vi nga qyteti i Mitrovicës dhe unë tashmë ndëgjoj raste të caktuara. Domethënë rastet cilat janë më të rënda në aspektin social, vetëse janë të deleguar në qendrën për punë sociale apo në QPS dhe përmes udhëheqësit të qendrës për punë sociale zotrit Gani Mustafa, i cili është duke bërë një punë shumë kolosale dhe shumë dinamike në qendrën për punë sociale, i kam kërkuar që të gjitha listat e familjeve që përfitojnë nga skemat sociale, duke e marrë këtë listë të
përfituesve të skemave sociale, normalisht ne përgjatë 3 muajve kemi pasur vizita, sepse gjithë qytetarët që janë në nevojë vinë dhe drejtohen në drejtorinë e mirëqenies sociale, përmbi se 150 sipas statistikave i kam trajtu edhe vetë personalisht si drejtar, duke i taku edhe e marrë versionin e tyre. Po ashtu, për t'i zbulu rastet më të ndihshme, unë kam bashkëpunu me përfaqësues të lagjeve dhe fshatrave në qytetin e Mitrovicës, sepse deri para pozicionit unë isha kryetari i lagjës më të madhe, edhe ata janë kolegët e mi, dhe nga afër, domethënë më së afërmi e ndjejnë kush në komunitetin e tyre nuk i ka kushtet financiarisht apo në aspektin social nuk qëndron mirë, dhe secili prej tyre mi ka delegu nga 2 familje brenda fshatit apo brenda lagjës së tyre, të cilat i kanë kushte të rënda. Mirë po, kam dalur edhe fizikisht, domethënë mbi 100 vizita i kemi në familjet të cilat i kanë kushte të vështira sociale, të cilat kam dashur vetë t'i takoj e t'i stimuloj e t'ju tregoj që do jemi krah tyre, madje edhe në familjet të cilat kur nuk e kanë kërku asnjë ndihmë nga komuna, për shkak të krenarisë, për shkak të shumë faktorëve të cilat janë vetë evidente në shoqërinë tonë, i kam gjetë edhe ato raste, të cilat domethënë kanë hezituar me me kërku ndihmë edhe pse kanë jetuar në kushte shumë të rënda. Ne po flasim për Mitrovicën, një komunë që duhet thënë nuk është prej atyre komunave që ka shumë buxhet, atë buxhet që e ka të ndarë në disa dikastere, kështu që cila është mundësia e komunës për t'ju dalë krah këtyre familjeve që ju tashmë e dinin që ka nevojë për ndihmë? Si komunë e Mitrovicës, normalisht në planet vjetore të cilat duhet t'i dorëzojmë tek kabineti i kryetarit, ne kemi paraparë se si me këtë buxhet të caktuar në çfarë formash mund t'i gjendemi pranë qytetarët Mitrovicës. Një nga format që ne e aplikojmë janë pakot ushqimore dhe pakot higjienike, ku qytetari vjen, aplikon, domethënë deklaron me anë të një kërkese se ka nevojë për pako ushqimore dhe higjienike të përbashkët. Kërkesa vjen te Drejtoria e Mirëqenies Sociale, është një komision i formuar i cili e konstaton domethënë gjendjen e familjes dhe për mbi 20.000 euro në vit ne e shpërndajmë pako ushqimore te familjet të cilat domethënë gjenden me kushte jo të mira sociale. Pastaj e kemi edhe në një linjë apo edhe një politikë tjetër e cila është politikë sociale e subvencionimit të qiras, duke marrë parasysh se ka shumë qytetarë të cilët nuk e kanë banimin e sigurum dhe jetojnë me qira, ne i subvencionojmë në vit për 1.000 euro, ja u paguajmë, domethënë ja u mbulojmë qiran familjet të cilat janë me kushte të rënda sociale. Po ashtu kemi edhe ndërhyrje të kategoritë tjera, domethënë në konotacion pozitiv, siç janë shembull fëmijët me autik, cilët vetë se kemi marrur një vendim në ditën ndërkombëtare për ndërgjegjësim ndaj autizmit që ti subvencionojmë fëmijët autik nga 0 deri në 18 vjet me 50 euro, që është vendimi kryetarit Fatën Peci i propozuar nga Drejtoria e Mirëqenies Sociale. Po ashtu tashmë kemi edhe politika tjera të cilat do t'i aplikojmë në mënyrë që të jemi sa më afër qytetarit, mirë po gjithmonë duke u bazuar në buxhetin cilin e kemi, e kurdo që po mbesemi në situatë në cilën domethënë nuk është i mjaftueshëm buxheti komunal, unë jam njeri i cili kam dëshirë që të ndjek terrenin dhe të dalë të kontaktoj donator e investitor të caktuar përveç për ndihmë për familjet me asistencë sociale, edhe për ta ndërtuar arkitekturën sociale në qytetin e Mitrovicës, e cila është vetëse edhe agenda ime sociale e këtyre 4 vjetëve. Nëse nuk gaboj me qenë se përmendet rastin të ndihma sociale që ju keni, si komunë keni ofru për fëmijët autik me nga 50 euro në muaj, janë 9 familje, apo jo, të cilat ka nevojë për banim social, apo jo? 25 familje janë të cilët janë ardhur dhe kanë shprehur domethënë nevojën për banim social. Ne kemi 25 kërkesa momentalisht. Mirë po dikasteri banimit sociale është i ndomë në drejtorinë e urbanizmit dhe domethënë urbanizmi e ka sektorin e planifikimit hapësinor edhe banimin social, gjithmonë bashkëpunim me Drejtorinë e Mirëqenies Sociale, domethënë shifrat e kërkesave tek Drejtoria e Mirëqenies Sociale janë 25. Mirë po mund të kemi edhe kërkesa tjera të cilat janë të deleguara në Drejtorinë e Urbanizmit, me të cilët kemi një bashkëpunim shumë të fuqishëm, edhe jemi në prag të realizimit të gjitha këtyre kërkesave, sepse kemi përfituar 2 milion euro
grantin e Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për njësi të reja banesore të banimit social, e paralel do të presim përfitimet e rrollës edhe për banimin e përballueshëm për çiftet e reja dhe familjet që mund ta përballojnë, i cili është projekt i ri i qeverisë së Kurti. Qartë. Nëse flasim pak për transparencën, keni folur gjithashtu edhe në raportin e publikuar, cila është metodologjia juaj e punës sa i përket të qenurit transparent me fondet dhe me ndarjen e tyre? Normalisht, transparenca është një nga elementet kyçe të cilat na identifikon edhe në punën tonë si qeverisje e re. Unë zakonisht kur dua të raportoj tek kryetari e tek vartësi im, i punoj që të gjitha statistikat në formë tabelare, edhe me të gjitha të dhënat, bazuar në disa filtra, normalisht vetë vi nga nga sektori i shkencës sociologjisë dhe vetë jam sociolog dhe di të bëj hulumtime empirike, e matje të opinionit, e nxjerrje të statistika të caktuara, cilat e pasqyrojnë se ku është gjendja, dhe normalisht me metoda të caktuara shkencore, siç është metoda krahasimore, edhe metoda statistikore, unë e kam marrë deri te ky raport 3 mujor. Metoda krahasimore është krahasimi, shembull, në 10 orë kanë qenë 1532 familje të cilat kanë qenë përfituese të asistencës sociale, në mars i kemi 1487 familje të cilat janë përfituese të skemave sociale, që i bjen në minus 2.94%, është rënja tek përfituesit e skemave sociale, dhe kështu me radhë ju kom qas edhe dikastereve tjera, edhe aspektit të pranimit, të kërkesave për banim social, edhe të banim të përballueshëm, që me këshyr një balancë se ku ne do të orientohemi si komunë për me po ku është nevoja ma urgjente, a tek banimet sociale, tek subvencionimet e caktuara të rinjeve për të bërë sa më të përgatitur për tregun e punës e kështu me radhë. Një hallë e rëndësishme në mes të juaj të juve si drejtori edhe qytetarit janë qenë për punë sociale, cilat kanë me dyshim një rol shumë të rëndësishëm në krejt këtë aspekt. Për këto 3 muaj janë raportuar që në QPS-n e Mitrovicës kanë shku 3600 raste. Cila është kapaciteti që ka QPS-ja në Mitrovicë për t'ju dalë në krah këtyre qytetarëve që kanë shku atje? Shiko, pak jam bërë i tepërt se jam drejtor i ri edhe drejtor dinamik i cili kërkoj shumë, edhe natyrisht që pju bëj kërkesat shumëta që të ketë progres në aspekt të ofrimit të shërbimeve për qytetarë. Qendra për punë sociale momentalisht në Mitrovicë i ka 19 punonjës, se ka drejtorin e qendrës për punë sociale, menaxherët e rasteve, zyrtarët të udhëheqës, cilët janë të e kryer një punë shumë të mrekullueshme, siç e keni pa dhe ju vetë, mbi 3600 diçka raste të trajtuara brenda 3 mujorit. Që nën kupton 3600 diçka raste të caktuara ju është dhënë epilog. Se sa punë ka, raportet ditore edhe raportet javore janë të stërmbushura me shifra, cilat vetë se janë edhe pjesë e raportit ku kërkohet ndërhyrja qoftë në aspektin e punëtorëve social që lidhen me fëmijë, cilët janë pa përkujdesje prindërore, që lidhen edhe me kestrajtim të fëmijëve, që lidhen edhe me divorce apo zgjidhje martësore, me të drejtën se kush nga familjarët ka të drejtë mbi përkujdesjen prindërore. Tani më kemi probleme shumë të mëdha edhe me qytetarët cilët janë të ekspozuar në publik, e kanë probleme me shëndetin mendor, e pastaj edhe me lëmosh kërkuesit, që të gjitha janë pjesë cilat do të trajtohen apo do ta marrin një përgjigje nga punëtori social. Ata punojnë edhe me kujdestari, sepse në raste kur kemi shembull dhunë në familje, në ora 2-3 natës, hetuesit policor do ta kenë aty pranë edhe një punëtor social, edhe kjo është një punë shumë e madhe e tyre, e cila vetëse edhe po përkthehet me shifra pozitive. Puna e madhe e qendrës për punë sociale ka bërë që sos fshatrat t'i kem 5 fëmijë nga Mitrovica në përkujdesje. Puna e madhe e drejtorit, cili angazhohet për të gjetur partner dhe për t'i taku që të gjitha mekanizmat, e unë zbashku me të tashmë vetë se kemi fillu
një tur kështu me I taku krejt mekanizmat cilat lidhen me çështjet tona të mirëqenie sociale. E përfundimisht do ta bëjmë një truezë me krejt mekanizmat që lidhen shembull me planin zhvillimor shembull për personat me aftësi të kufizuar, planin e veprimit për persona me aftësi të kufizuar, që lidhen shembull me mekanizmin e truezës multidisciplinare, ku trajtohen rastet shembull të cilat janë raste të rënda, shembull siç kemi rastet të shëndetit mendor në qytetin e Mitrovicës, ku I gjithë qyteti shembull mundet me vujt nga një person I cili do të trajtohet, apo edhe trajtimin e lëmosh kërkuesve, e deri tek rastet të ndryshme të cilat shembull janë pozitive, që lidhen me shembull me shkollat profesionale, edhe me qendrat profesionale me të cilat dëshirojmë të ulemi, edhe me bizneset private për me kriju mundësi që të rritë që të jenë për brenda familjeve sociale, ata të vinë dhe të aftësohen dhe të dalin nga skemat sociale, jo vetëm të rinjët e familjes, po edhe njerëzit që e kanë një moshë të marrin një aftësi për me qenë sa më produktiv në hap me tregun e punës, sepse qytetarët duhet ta kuptojnë. Të qenurit në skemë sociale është periudhë tranzitore, jo periudhë përhershme, gjithë jetën me qëndru në skema sociale. Njerëzit duhet të planifikojnë në mënyrë që të dalin nga skemat sociale dhe ta jetojnë një jetë sa më të dinjitetshme. Përjashtimisht rastet cilat janë me persona me aftësi të kufizuar, të cilët nuk mund të punojnë e nuk mund të japin ndonjë kontribut të caktuar, të cilët me do e mos, përveç që e meritojnë pensionimin, ata e meritojnë që të jenë të angazhuar edhe në pozicione të caktuara, cilat mund t'i kryjnë me aftësitë e tyre fizike. Fatmirësisht, me qenë se edhe po përmendëm persona me aftësi të kufizuar, fatmirësisht Komuna e Mitrovicës ka pasur prej shumë kohë shkollën burimore, në cilën marrin shërbime për këta fëmijë. Ne do ta përmbyllim këtë bisedë pikërisht duke shku atje, duke pa një material nga Mitrovica dhe nga shkolla burimore Nën Tereza atje. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit, edhe të pres pas 3 muajve vrasim edhe për vazhdimin e këtyre projekteve. Faleminderit, kënaqësi çdo herë në shërbimin tuaj. Faleminderit, shumë kënaqësi. Shkojmë edhe shohim